Edhe pse kanë kaluar vetëm pak orë nga hapja e televotimit, kurioziteti se kush do të largohet mes Valbonës dhe Laertit është tepër i lartë. Të vendosur në sfidë nga vëllai i madh për nominimin kokë më kokë, sondazhe të shumta janë hapur se kush do të largohet të martën. Dhe nga rezultatet paraprake, si asnjëherë tjetër më parë, si Valbona ashtu edhe Laerti kanë përqindje të barabartë votash për t'u larguar, 50% të votave Valbona dhe 50% të votave Laerti. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës. Kujtojmë se këta banorë prej disa kohësh ishin një lojtari vetëm, të vendosur nga gjesti në një nga zarfat e valixhes së tundimeve. Për prajmin e së shtunës, vëllai i madh i vuri para sfidës, nëse do vazhdonin si lojtari i vetëm apo do të ndaheshin, por sidonim do të shkonin në nominim kokë më kokë. Por ndërsa Valbona zgjodhi të vazhdonte si lojtari i vetëm, Laerti nuk pranoi, duke shkuar në këtë mënyrë në nominimin kokë më kokë. Por pavarësisht të rezultateve, ajo që do të largohet është Valbona, pasi është produksioni ai që vendos. Laerti është konsideruar shpesh si një nga lojtarët e produksionit. Po ju, kush mendoni se do të largohet?